Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin SA 61 vjeç, banues në fshatin Bërdice e Madhe, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori për një të mitur 15 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Specialistët e sektorit për hetimin e trafiqeve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin IB 50 vjeç, banues në fshatin Mjed, për veprën penale trafikimi mjeteve motorike, pasi automjeti që ai posedonte rezultoi vjellur. Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetaset VG 62 vjeçe dhe SG 50 vjeçe, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE në banesën e tyre u konstatuan lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materiale në prokurori, pasi mbrom në lagjen Salo Halili dyshohet se për shkak të një shkëndijë elektrike ka rënë zjarr në automjetin që drejtohej nga shtetësja EK 35 vjeçe. Si pasojë është djegur plotësisht automjeti. Gjithashtu nga flakot është dëmtuar pjesërisht edhe automjeti në pronësi të shtetasit GN 41 vjeç banues në Shkodër që ishte i parkuar pranë. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.